Në elektrifikimi i zonës malore për t'i hapë mundësi investimeve në turizmin malor, rreth 3 milion euro, bursa për të gjithë studentët të cilët e kalojnë vitin akademik dhe për sportistët tanë elitar. Përshëndetje për juve dhe gjithë qytetarët të komunës së Istogut. Platforma jonë është e qartë, është e bazuar për një Istog më të zhvilluar, më të drejtë dhe më të afërt me qytetarin. Programi ynë është derivat nga kërkesat dhe nevojat e qytetarëve, të cilat i kemi mbledhë dhe kemi hartuar në 6 shtylla. Shtylla e parë është rinia, sporti, kultura dhe trashëgimia, shtylla e dytë është zhvillimi ekonomik lokal, e treta është bujqësia, zhvillimi rural dhe turizmi, shtylla e katërt arsimi, shtylla e pestë është shëndetësia dhe shtylla e gjashtë janë shërbimet publike, infrastruktura, mjedisi dhe zonat urbane. Gjithashtu në mandatin tonë qeverisës për mandatin tonë qeverisës 4 vjeçar kemi bërë premtimet kryesore dhe këto janë. Në elektrifikimi i zonës malore për t'i hapë mundësi investimeve në turizmin malor, rreth 3 milion euro, në trajtimi ujrave të zeza, ndërtimi i kolektorëve deri në draj, iniciimi procedura për sigurimin e fondeve për ndërtimin e impiontit. Nën 3 është ndërtimi i rrugës Uq-Vojdull Mokën 2.8 milion euro. Nën 4 bursa për të gjithë studentët të cilët e kalojnë vitin akademik dhe për sportistët tanë elitar. Nën 5 përfundimi i renovimit të palestrës sportive të qytetit dhe ndërtimi i stadiumit të atletikës, rritja e buxhetit për sport për mbështetjen e klubeve sportive, sportistët dhe trajnerët mbi 300.000 euro. Paga për trajner nga secili klub 400 euro në muaj, gjësejt 48.000 euro me qëllim të masovizimit të sportit. Nën 8 subvencionimi me grante 50.000 euro për krijimin e bizneseve të vogla për gratë që dojnë më merr me ndërmarrësi. 9 hapja e 666 puseve për zonat aluvionale të cilat nuk kanë mundësi me ujë tokat bujqësore. 9 digitalizimi i shkollave dhe pajisjeve teknologjike dhe përfundimi i QKMF-s që është ndërtim i sipër.